Assalamu alaikum, miq të dashur e dëgjues së shikues të nderuar të radio televizionit Pendimi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të transmetimit të drejt për drejt në emisionin Drita e së vërtetës. Pjesa e dytë zakonisht i dedikohet pyetjeve dhe përgjigjeve, njëkohësisht edhe kontaktit me ju, shikues e dëgjues të nderuar. Prandaj, pyetjet tuaja mund t'i drejtoni duke na kontaktuar në +383 45 471 848 në përmes Viber, numri i kontaktit që mirë për telefonata. Njëkohësisht edhe tek rubrika dërgo mesazh në web faqen e radio televizionit Pendimi, aty mund të shkruani pyetjet tuaja dhe ne mund t'i marrim edhe me anë të shkrimit. Po ashtu dhe në Viber mund të i shkruani pyetjet, ne padyshim edhe nga Viber do t'i marrim për t'i lexuar. Falenderojmë edhe njerë Hoxhën Fadil Musliu që është me ne edhe në pjesën e dytë dhe me njëherë mund të nisim me pyetjet e arritura me shkrim, i dashur Hoxh. Dhe pyetja parë thotë kështu: Selam aleikum Hoxhë nderuar, thotë e kam një pyetje, aleikum selam, ja kthejmë me selamin. Javën e tretë thotë të Ramazanit e kam kontaktuar thotë një që merret me hapjen e bunarave, puseve. Thotë dhe e kam bërë një thotë me hap një pus për sadaka, por thotë ai nuk është se ka përfundu punën, ndërsa unë thotë e kam pas një jetim për sadaka. A quhet thotë si sadaka kjo? Bismillahirrahmanirrahim. Është zhvillim bashkëkor apo trend është tash hapja e puseve bonareve në vende të largëta si në Azi, në Afrikë dhe në lindjen e mesme në disa vende, dhe është përhap shumë, sidomos përmes rrjeteve sociale. E kom thonë këtë medium edhe në xhami, edhe dikun tjetër, edhe prapë e them. Më së miri është që secili bamirës të kontribon në vendin e tij. Po e zonë Bangladeshi ka krizë. Bangladeshi në përbot ka milionera dhe miliardera prej popullit vetë. Janë komunitet, disa milion janë në Londër, në Angli që jetojnë në Bangladeshit. Ata le të investojnë në vendin e tyre. Afrikanët, qofshin Somalia, qofshin ato shtetet, Djibouti, Eritrea, që janë ato shtetet e varfme, kanë në për Evropë, sidomos Skandinavien, ma shumë kanë Norvegjia, në disa shtete atje, kanë ata pasuritat e tyre. Kështu që këshilla ime është për të gjithë vëllezërit, po dhe motra që dojnë të investojnë, çfarë do investimi që dojnë ta bëjnë vendin e vet. Muslimanët shqiptarë këtu në Kosovë, muslimanët është në Turqi, muslimanët nga Bangladeshi në Bangladesh, ata tjerë në Indi, palestinest në Palestinë, sa milion, 5-6 milion palestinës i kisën në përbotë, është në Arabi Saudite gati ke 1 milion, edhe krejtjen me tregtim, me biznese. Kështu që ky vëllai që ka bërë këtë investim, te Allahu numërohet sadak. Po pse se ka zgjedhur rrugën si duhet është një problem tjetër, mirë po tek Allahu i numërohet që ai ka dhënë sadaka, ka kontribuar, e ai që nuk e ka ekzekutuar, nuk e ka kryer emanetin, ai e bart emanetin përgjegjësinë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Mirë po, i kisha këshillu vëllezërit edhe motrat që në të ardhmen pusët, qëto bonaret, qeshmet, qa po bojnë tjetër sen, kurbanet, se të lirit e kryin vendin e vetë. Edhe kështu kish me sen mas miri. Se kënëse ish interesu në vendin e vetë, me hapat bonarin, pusin, apo qëka do me bo, e kish pas let me qut deri në fund, sepse e njef rrethin, e njef njerëzit, e njef vendin, e njef mentalitetin, e njef çmimet e tregut, kish mujtë edhe vetë, ose përmes familjarëve ti, qka me e krye këtë projekt bamirësie. Por prapë e them, ky tek Zoti llogaritë që ka qenë në vend. Ai i cili nuk e ka zbatuar, ai ka përgjegjësi edhe para Zotit, edhe para këtij personi që ja ka marrë parët. Dhe kohët e fundit, po ka kësi lloj problemesh ka qash. Shumë raste edhe privat na thrasin, sidomos
të rrit, gjinia femnore. Po një kumë që për mes dikujt nuk pe di, mos po kam kontakt, më ka bu blok, mos po me telefonu, po me kon ke folë, po s'po di me njonën, tha, kështu, e tani organizum disa familjari, bënëm pare për 5 gjashasi, bonarash, disa thojna me shok, disa thojna me shoqe, i shumë pare të ta s'po di, mos ka u bos për lajmërohet, s'na ka pru në e farë dëshmije. Andaj në tardhmen, çka ka kalu, në tardhmen se cili le të përqendrohet, fokusohet në vendin e vet, e pastaj nëse ne rregullojmë vendin tonë këto, atëherë shikojmë pak edhe matutje. Po. Allahu e din mas mirë. Amin. Mirë, në këtë momente po vazhdojmë i dashur në hoxh me një pyetje tjetër që na ka arritur dhe na drejtohet por po marrim telefonat njerë, më pas po i vazhdojmë me shkrim pyetjet. Asalamu alaikum, mirë se ardhët. Aleikum salam. Asalamu alaikum, më dëgjoni? Po, aleikum salam. Mirë se ardhët në program. Jësë gjëja, mëjnë me pyet hoxhën diçka? Po, jeni drejt, përse drejt i urdhëroni, po ju dëgjoj. Thjeshta hoxhën me pyet me thonë çysh është marrëveshja në Bashkisë Islame me qeverinë për ndërtimin e xhamisë Sunnive në Mitrovic, që disa komunista kanë lagu keq, disa opozita kequen fushat, se për ta është gjithmonë fushat vonë, këta kanë fushat gjithë se jenë të lëku shtetin që një vjetë ha ma tepër, e për ta gjithë që ka fushat. Qysh e komenton të këto për xhamin? Allah i shpërbleft. Amin. Allah i shpërbleft edhe juve për inkuadrimin. Faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Sigurisht tashmë i dashur hoxh jemi pothuajse në periudhë zgjedhjesh, edhe pse zgjedhjet sa që po përfundojnë e herën këtë vendin tonë, sidomos këto 2 vitet e fundit. Normal që çdo projekt i mirë, projekt i dobishëm për këtë popull dhe për këtë vend e konsiderojmë hap i qelluar për kujdo qoftë. Për kujdo qoftë. Dhe për këta qeveritarët, edhe ata që kanë qenë para tyre, çka do që kanë kontribu për këtë vend, është ai që vlerëson Zoti. Pastaj vlerësojmë ne. Tash e kanë ata për fushat, e kanë për hatër të Zotit, e kanë për emën, apo çka e kanë, aty Zoti është ai që gjykon. Na e konsiderojmë hap i qelluar, na jemi të interesuar atë xhami që ka ekzistuar prej vitit, nëse s'gabojnë 1777, domon prej shekullit të 18, na jemi të interesuar me po aty ku ka qenë. E bën, a jep lejen kjo qeveri, apo ajo që do të vjen të ardhmen, apo ku dikush e jep, ajo është një problem tjetër teknik, po pa tjetër dikush do të më dhonë lejen, se na sim të bëjë diçka të re aty. Na vetëm po e kthejmë, çka? Po e kthejmë atë xhamin që ka qenë, edhe ajo nuk quhet ndërtim, ajo quhet rindërtim. Vetëm po kthehemi aty ku ka qenë xhamia, kështu që kjo nuk do të thotë që tash pse ata pe rindërtojnë xhamin do të më dhon votat. Kjo s'do të thonë absolutisht as 1% s'ma ndron mu qëndrimin. Unë kam qëndrimin tjetër për shembull. Ata që kontribuojnë, faleminderit, edhe kryemabeti vote, por dali Allah tina që më flan mu zemra, ai tina që më ofron mua mirëqenie, që më ofron siguri, që më ofron zhvillim, perspektivë, ardhmëri për këta të ri dhe të reja. Kështu që këto të me lidh me votë, ata e ndërtojnë, na prapë votojmë kondojnë, na prapë se cilëve të ata kondon. Nuk do më thonë këpse për bëna i tash rindërtimin e xhamisë, se s'ka bohun me ditë shka, se të bëne fal punë të madhe, ajo xhamia ka qenë atë, e me pas kona në veri me bëni xhami të madhe, për shembull, prej fillimit që është ka punë e madhe, edhe pse ka nevojë me pas atje xhami, mirë po e kthejmë ato që ka qenë, ajo është minimumi që ka kërkuat, pe këtë qeverive, veç pe kësajna, edhe atyne që kanë qenë përpara dhe atyne që vinë mrapa. Mirë, kemi telefonatën tjetër, po e marrim në inkuadrim e njerë. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë të gjej, të lejmërot vlo ka drushin nga Vustria, për ndryshin nga ulmi i Gjermanisë. Mirë se keni ardhur në program, Allah ju shpërblet për inkuadrimin, po e dëgjoj pyetjen. Mirë se ju gjej e përshëndes zemrërisht hoxhën Fadil Musliu, e kom një pyetje, mos marko një pyetje të shkurt. Po e dëgjoj. Po, cila është pyetja?
Pyetja është për shembull, jem në prag tordhës Bajram Kurbanit, e kam jetë për babe për non, kam i kurban për sadok, ama pranan Allahi është ma mirë kurban me prej, dy kurbana, o ma mirë me dhonë tolla, qysh është, ama bot ka bull si kurban si tolla, qysh është ma mirë, po du me drejt hoxhe Fadilin edhe për shëndes me një selam, alekym rahmetullahi ve berekatuhu, ty vlavni edhe hoxhen Fadilin. Allahu shpëbleft. Është pyetje qartë. E qartë është pyetja, çdo gjë. Ju falenderojmë shumë edhe do të merrni përgjigjen për pak çaste. Ju kërkoj falje edhe ju kërkoj halal. Halal. Rregull. Allahu shpëbleft. Selamu alejkum. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket thirrjes kurbanit, duhet kuptuar një gjë që kurbani obligativ, që është tash para festës së Kurban Bajramit, nuk i dedikohet dikujt tjetër përveç Allahut. Pra njëti është kurbanin me therr për Allahun dhe një kurban është për një familje komplet. Një kurban është për një familje. A janë 2 antar, a janë 5, a janë 10, a 15, një kurban është. Po dhe qoftë se vetëm një antar, një banes, një shtëpi, një kurban. Po në qoftë se janë edhe 5, edhe 10 aty, një kurban. Ky është kurbani obligativ. Obligativ që e ka obligim çdo njeri për besimtarë musliman që i ka kushtet elementare. Ai që është i vafur që s'ka kur gjë hiç para vetes, ai nuk therr kurban, por çka ati duhet me ndihmue me mesh të kurbanit. Tjetra që duhet me pas parasysh. Në fenë islame nuk kemi kurban për të gjallët, edhe pastaj një kurban tjetër për të vdekurit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka përmend me thonë këtë që po e therrim, këtë kurban e kem për të gjallët, këtë kurban e kem për të vdekurit. Nuk i ka ndonë kështu. Disa pjesë në Kosovë, disa rajone, natën e Bajramit për therrin kurbanin për të vdekurit, ditën e Bajramit kurbanin për të gjallët. Gabim është. Gabim është. Po çysh do të me veprua? Të gjallët edhe të vdekurit janë një familje. Të gjallët edhe të vdekurit janë një familje. Dhe mjafton një kurban për të gjithë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka therr me dorën e tij të bekuar 2 kurban, 2 desh të mëdhej me brinj, kështu me lesh të bardh, me pulla të zeza ka pak. Edhe kur e ka therr të parën, ja ka qit kamën aty tek qafa, e ka marr thiken me pre, që ka thonë, Bismillah, Allahu Akbar, Allahume taqabbal minni wa ahle bejti. Me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Nuk ka thonë Allah pranoje prej meje dhe familjes sime, ata që janë të gjallë. Ose pranoje prej meje dhe familjes sime, ata që janë të vdekur. Po o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Kush është familja ime? Të gjallët, po edhe të vdekurit janë familja. Kështu që vëllai ka drushën e këshilloj që mos me e specifiku me thonë një kurban për babën e vdekur, një kurban për nënën e vdekur, edhe një kurban për të gjallët. Jo. Te o vëlla thërri sot dush, po çka? Thuj o Zot, pranoje prej meje dhe familjes sime këtë kurban, ose 2 kurbana, ose 3 kurbana, sa dush. Kështu do të me veprua. Jo me nda të gjallët veç, të vdekurit veç. Po ishtin krejt aty. Po duhen e me therë ma shumë se një kurban. Bën, 2, bën, 3, bën, 4, bën, sa dush. Tjetra, kësi më mpytje, a ma mirë me prej kurbanin, a me i dërgut hollat. Po ti nëse vllai nderu ke mundësi me prej vet, atje në ulëm të Gjermanisë, therra vet. Jo, unë në këtë mundësi nuk kam veç, do të me këshu i dikon tjetër. Atëre, që e në Kosovë, edhe autorizoje institucionin e Bashkisë Islame, që me therë për kanë për nxënësat e medreses, edhe për nxënësat e fakultetit studimeve islame, edhe për kanë për të varfërit,
nevojtarët të cilët e marrin mishin nga shoqata bamirëse humanitare bereqeti. Kjo është më e mira. Se shumë njerëz do nuk më marrin vëlla. Mu vinë pyesin njerëzit një ditë, dy para Bajramit, a ki njerëz që dojnë mja shumë mishin kurbanit, kërkush s'po don. Edhe ata foka po një se s'po dina me zije, je po i vjen era, edhe pse nuk i vjen era hiç, edhe prej mishave më të mira është mishi i kafshëve të imta. Sa më e vogël kafsha, mishin e ka më të mirë. Sa më e madhe kafsha, nuk e ka mishin e mirë. Andaj çka më bë, për mos me pas vështërsi as ti, as familjarët, e autorizan institucione e Bashkisë Islame, i qënë paret, sot dush një kurban 2-3, ata i marrin paret, ta dhonat kuponin, na xhami për shembull, kur vin xhamati, filon fisteku, kurbani 2026, 200 euro, merr kuponin edhe kryet. Edhe therrën atje, është thertoria, është po janë disa frigorifer të mëdhej kështu, ku futet mishi, edhe çat misht kurbanëve e hanë një pjesë në zanësat e medreses, në zanësat e fakultetit, edhe pjesa tjetër, pjesa dërmuese apo shumica, i shpërndahet fukarave, i shpërndahet jetimve edhe nevojtarëve. Në kupton. Po besoj që është e qartë edhe për dëgjuesin përgjigja e kësaj pyetje dhe ishte goxha specifike. Mirë, po vazhdojmë me një pyetje tjetër, flet për namazin e ikindis, sunetin e namazit i ikindis. Thot, a duhet me falë dhe si duhet me falë? Po, bismillahirrahmanirrahim, sa i përket namazeve vullnetare, si të themi namazë, sunet apo vullnetare, aty bjen kush? Obligueshmëria. Pse? Se nuk ka namaz obligativ, po është namaz vullnetar, është fakultativ. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ai që fal namazin vullnetar, apo sunet, apo nafile, çu do thuje? Ai që fal shpërblehet, ai që e lën nuk dënohet. E kundërta namazit farz. Namazin farz obligativ, ai që e fal shpërblehet, ai që se fal dënohet. Kjo definitivisht është e qartë. Etash, a ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz para ikindis? Apo a ka thonë diçka për çto 4 rekate para ikindis? Po. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tekstualisht ka thonë: Allahu e mëshiroft atë që i fal 4 para ikindis. Allahu e mëshiroft atë person, atë njeri që i fal 4 rekate para ikindis. Është fjala 4 rekate sunet para ikindis. Po nëse si fal, e dënon Zoti, nuk e dënon. E tash, a ma mirë me fal, a ma mirë mës me fal, ma mirë me fal. Mënyra që është me fal, këtë para ikindis, me mira është 2 nga 2. I fal 2, jep selam, ngresh i fal edhe 2, edhe kryet. Po du me i fal 4, po fal edhe 4, nuk është problem. Kjo është, sa i përket sunetit të ikindis. E ka fal në vazhdimsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo në vazhdimsi, nuk e ka fal. Mirë po ka bo doa lutje për ata që e falin. Mirë, një pyetje tjetër që prapë ndërlidhet me namazet. Edhe thot, po kam shumë të lashaj sepse her pas here nuk më del gjumi, thot me e fal namazin e sabahut. Edhe e fali kur do që më del gjumi. Qoftë ka raste, thot, në shkan vikende edhe në orën 11 të ditës. Thot, është i pranueshëm ky namaz i sabahut në këtë kohë? Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket namazit sabahut, do të me pas kujdes. Namazi i sabahut është ai namaz që falet para lindjes së diellit. Namazi i sabahut është ai namaz i cili falet para lindjes së diellit. E ky personi që po bën pyetjen, ky si duket nuk i ka marrë sebepet, shkaqet për me fal namazin. Se nuk ka mundësi njeri me fal në ora 9, në ora 10, në 11 sabahin. Pse s'm dol gjumi, çish mos po del gjumi? Do të më marr sebepet, shkaqet e para. Me lut Zotin para gjumit o Zot, ma mund sot zgjohem për namaz sabahit. Amo je me lut me gojë e me zemër jo.
po me gjuhë edhe me zemër. E dyta, me ra me kohë. Që me ra në orat 1 natës, 2 natës, 3 natës e s'po zgjona. Po ti me qëllim s'po zgjohesh. Ti po që i bjen në ora 1, 2, 3 natës, ti me qëllim nuk po zgjohesh me falë sabaj. Me ra me kohë e dyta. E treta, me i porosit antarët e familjes. Me porosit antarët e familjes. Nëse jetën vetën, me porosit ata që i kitë afër. Me porosit edhe familjarë tu me telefon me të thirë. Normal telefonin të në lënë gjithsesi. Me porosit disa shok, apo disa kojshime, thonë në zile, nëse ki kojshi që falin namazin, dalin xhami. E nëse krejti i ke bo, jem shtetë e Zotit, ke lutë Zotin me ta mundësu me ungrit me falë sabah. E ke lanë orën, telefonin, ju ke thonë familjarve, ju ke thonë aty në mesme, po dashamirve, e asë njës ka funksionu, kur e zgjo ora 08. Atëherë merë avdes, e falë sunetin, e falë farzin normal. Në ora 11, gatin dreka, do me falë me drek, bashkë Allah. Që ka mundësi njëri me ra 11 natës për shemë, në ora 23, ose ma vonë, e me uzu 11, 12 ora me flejta, po kërë gjumë i fmive. Fmija flejt 10 orë, 11 orë, 12 orë. E disha do me thonë me flejt 10 orë, 11, 12 orë, me të shku gjysa e ditës me të shku në gjumë, pa kur farë aktiviteti, pa kur farë zhvillimi, apo po kur farë të arriture. Mjaftojnë 6 orë, natën edhe kryet muhabeti, heq mos o shqetësa ma shumë. Kur qysh mos i bashtat? Tash nëse është i smut njeri, nëse ka ndë një problem shëndetësor, edhe preferohet prej mjeku që kë me kalu një kohë ma gjatë në gjumë, po shenë në regull është, po prapë se prapë du të mozu me falë sabajnë edhe vazhdojnë, pas të i gjumin ma vonë pa. Masit linë djeli. Mirë, po vazhdojmë me një telefonat tjetër që e kemi në linje. Selamu alejkum, mirë se ardhët. Alej selam, Habib. Mirë se ardhët në program. Jo nuk e ka Habibem, në avne e ka emne. Abne, selam alejkum, Abne. Allah së problem, të alejkum selam. Më sali për javë të zojë, kam. Je shumë. E ma të që ka të jetë, e që fëmi halo. Që me bojë që si që me bojë për me bojë në fëmi. Shumë fëmi halo. S'ki fëmi. Që sa vite e martua? Që ka të jetë. Në regu. Mirë. Selam alejkum. Alejkum selam. A kemë në telefon? Për momentin, po gjithsesi, shikuesit dhe dëgjuesit po i riftojmë që edhe këto minuta të mbetura të programit të binë në inkuadrimin e tyre në +33 45 471 848 në përmes Viber, po ashtu dhe me anë të mesazheve. Mirë, po pojmë në përgjigje të kësaj. Po, se për këtë pyetjes që bën ky vëllau Salihu nga Ferizaj, përgjigja është kështu vëllai nderuar. Ti e para që du ta kesh parasysh është mbështetja tek Allahu Teala. Çfarë do të thotë kjo? Ti duhet me ditë 100% se ai që jep fëmijë është vetëm Allahu i madhruar. As nuk mundet mjeku, as nuk mundet hoxha, as nuk mundet imami, as nuk mundet shkencëtari, as kërkush me ta dhënë ti fëmijën. Ai që jep fëmijë është kush Allahu i madhruar. Me mbështet Allahut me boda. Me lut Allahun, o Allah, më jep trashëgimtar, më jep fëmijë të hajrit, fëmijë të shëndosh, fëmijë të dobishëm, fëmijë që janë kënaqësi për mua, edhe për kanë për gruan edhe për familjen. Me lut Allahun. E dyta me i bë sebepet. Çka do të thotë kjo? Sebepet me pas kontaktin intim të rregullt, pa presion psikologjik. Jo me mojti me të fëmijë aty. Po ti me i krye dhe me thonë ato obligimet e tua që është duhet, edhe e treta pas kësajna, me shkue, me bo kontrolat edhe te ginekologja, me shku gruja. Me shku nësë është nevoja, edhe ti duhet me i bo analizat, edhe me pa, a ka nëj problem dikun. Nëse mjekësia bashkohore e konstatën që ti edhe bashkëshortja ju e jeni në rregull krejt, edhe nuk ka ndonjë pengesë shëndetësore që ta pomundson me ardhë fëmin, nuk ka ndonjë pengesë, nuk ka ndonjë problem, atëherë
Rruga tjetër është me ndjek me shkutën e Hoxh, që është i njohur, i devotshëm, i besueshëm, që e njefti, edhe me i thonë, apo na lexon pak Kur'an. Sepse ka mundësi që më nësh me pas edhe në mësysha, më në me pas në magjia, ko e dy në që ka më nësh me pas. Më nësh me pas edhe në problem tjetër. Ti këto rrugë ndjek njënë pas tjetër, tjetra një për shkaqeve që ndihmon me ardhë e fëmijë është istighfari, me i kërku sa ma shumë Zotit falje, sa ma shumë me thonë, sa ma shpesh me thonë estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah wa atubu ilej, që do thot i kërkoj falje Allah dhe tek ai pendohemi. Të kërkoj falje Allah tek ti pendohem. Kërkoj falje Allah, kërkoj falje estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pse? Kush i kërkon shumë falje Allah, kush shumë bën istighfar, Allah thot që atina ja shtojmë pasunin edhe i dhona e vlatshëm. Ja shtojmë pasunin edhe i dhona e vlatshëm. Kështu që mbështetju Zotit edhe praktikoj këto që i thash, më mbështetu mirë, me mbështetjet vërtet, edhe lëpja Zotit, lëpja e vlatin, se Zotit ta jep ka ball. Edhe me emën Zotit ka me të gëzua, atëherë kur është mas miri për ty, se ti mendon që tash është, ndoshta është pak ma vonë, ma mirë. Po, lëtë Allahun, kur o ma herë për ty, për gruan tonë, për familjen tonë, me të begatu me vlat të shumët. Po, kalojmë tek një pyetje tjetër, që duket kogja interesante si pyetje, që pas në dëgju ndoshta përgjigje për këtë pyetje ndonjëherë për një hoxha. Thotë kështu, selam aleikum, thotë personi që vdes, a duhet thotë me ju hjekë dhëmbët nëse i ka dëvënuar? Dhe më thonë, kur bëhet larja e gjenazës, edhe kur mirët, i ka dhëmë të vendosën. Edhe ti se ke dëgju këtë përgjigje kora? Ja. Qysh ja, mora. Pilat Hoxhallare kanë dhënë përgjigjen. Ja, që është pas. Se për këtë dhëmbe që ka janë kështu që janë të ngjitur, edhe që hieken, ata do të hieken. Okay. Po do të me hiek, me aliru gojen të vdekurit. Ndërsa se për këtë dhëmbe, këta që janë implant, që janë të mbjellur, këta do të me i lanë. Apo kuptan, këta që janë do me thonë kështu me ata shtrafat, këta nuk i prek. Mirë po këta që janë komplet, që shtijen kështu poshtë edhe nalt, këta si të vdes jep shpirt, e konstatën mjeku vdekjen, këta ja dhënojnë ato, ja hjek aty, ja pastron gojen, edhe dhëmë t'i gjonë në shport të bërlokët. Okay. Mirë, miqdashur të nderuar dëgjuese shikues të radio televizionit Pendimi. Po vazhdojmë, po besoj që jemi ndoshta edhe në dy pyetjet e fundit që kanë ardhur me shkrem deri në ndonjë telefonat të momentit, nëse do të kemi. Pyetja me shkrem që na është drejtuar, na përshëndet me selamu aleikum. Aleikum selam. Studio neve, aleikum selam dhe hoxhën, dhe thotë deshta ta pyes hoxhën për procesin e zgjedhjeve të kësaj radhe. Çfarë këshilla do të kishe dashur t'ia jepje atyre që të paktën e konsiderojnë veten si besimtar musliman e që janë edhe në kuvendin e Kosovës e nuk kanë ndiku ndoshta që të mos vijë gjendja deri këtu që Kosova të shkojë disa herë në procese zgjedhore. Kjo çështje politike më shumë nuk e... Po do tash nuk kena para zgjedhje, na zgjedhjet i kena me 7 qershor, në ndillën e funit, që asaj që i vjen domethënë një javë përpara. Aty mundemi me fol, po ne si besimtar musliman do të me vetue ata besimtar musliman të cilët e kanë frikën e Zotit edhe punojnë marr edhe mirë për këtë popull dhe për këtë vend. A më me dhonë njerëzve votën, të cilët sjellin ligje, të cilët runazat promovojnë antivlera, të cilët i shkelin ato normat e moralit, kjo është përgjegjësia e madhe. Ose del vota, ata që meritojnë, edhe ata që punojnë për këtë popull e këtë vend, që tash i pojdim, se na nuk jena sot këtu, edhe me thonë për herë të parë po ballafaqohem me këta njerëz. Këta janë të këtij populli të vendi, edhe del edhe votoj ata që janë më të mirët, edhe ata që janë në rrugën e Zotit, që ja kanë frikën e Zotit, ose mos del hiç. Mos del hiç, mos u bashkaptar ti me i pru të këqit, edhe keqbërësit me i pru me na udhëhec.
Se vallon qëtë legislaturë që ka pas disa deputet, zoti hajrë boft. Nuk kam besu une që mund dikush me hy aty me ullë në karrikat parlamentit edhe mos me pas asë dije si përfaqësore për shumë gjana e për shumë sende. Kështu që do me sjell disa njerëz që janë të ngritur fetarisht, që janë të ngritur moralisht, që janë të ngritur profesionalisht, që janë të formuar, edhe që ka dobi populli, që ka hajrë populli për tyne, e jo veç me i sjell dhe që aty, edhe veç si huta të rrinë, zdi kush ka po bot as merë vesh kush as paraqiten kur skenas, bojnë kur farë kontributi, zdon kur farë kontributi. Jo, ata duhet me shpagu votën e qytetarëve. Duhet shka me shpagu me diçka, me punë, me projekte, me angazhime të ndryshme. Një pyetje nga një dëgjues nga drejtohet kështu, thotë nëse nuk gabojmë, thotë kam dëgju prej një miku tim që në xhamin tuaj ku ju e ushtroni detyrën e imamit, gjatë verës organizohen aktivitete për të rinjët që vinë kryesisht nga diaspora. A do të ketë edhe në këtë vit të tilla aktivitete? Nuk e di për çfarë aktivitetesh, po xhamia është e hapur. Edhe kur vin diaspora edhe kur s'vin diaspora. Edhe xhamia i ka dy sektoret, edhe sektorin e gjinisë mashkullore, që udhëheqi unë, edhe sektorin e gjinisë femrore që udhëheq mësuesja e xhamisë, shumë aktive, shumë e zellshme mësuesja Xhenet. Dhe kështu ata që vinë tash në qershor korrigusht, xhamia është e hapur, çdo ditë ata që në gjinisë mashkullore kontaktojnë me mua edhe shohin për çka kanë nevojë, e ata që janë të gjinisë femrore kontaktojnë me mësuesin Xhenet, edhe ajo i merr, edhe i udhëheq, edhe ju jep informacione, edhe ligjërata, edhe mësime të ndryshme. Pra, jeni të mirëseardhur, edhe ju që jeni këtu në Kosovë, por ata që janë në diaspora. Mirë, një pyetje tjetër, thotë ju përshëndes juve dhe hoxhën në studio, selamu alaikum. Aleikum selam. Deshta thotë të ju pyes, si me i bashku thotë drekën e ikindin, thotë kur ka nevojë. Domethënë në raste kur janë në temë siguri. Kur ka nevojë, po ka mundësi me bashku drekën me disi me bashkue, i bashkon prej fillimit kur hin dreka e deri kur përfundon ikindia e ki mundësinë. Mund është në ora 13, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30, 16, 17, 18, veç mos në të zonë akshamin, ja 40 minuta para prendimit diellit. Prej fillimit drekës deri para prendimit diellit mund është me bashku drekën e ikindit, kur ki arsye të justifikueshme shariatike. Ki arsye të Mirë, po mbyllim këtu i dashur hoq nga bel nga dalë. Po, në rregull. Se edhe po afrohet koha jacis. Jemi në kohë të jacis për pak minuta, kështu që po japim fund duke të falenderuar shumë për kohën që ndave bashkë me ne, për gjitha përgjigjet që i dhatë dhe për gjithë kontributin në emisionet. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe stafit që ishin me neve deri në këto momente. Faleminderit edhe Allah shpërbleft edhe të gjithë ata vëllezër dhe motra që ishin me neve së bashku dhe deri në takimin e radhës javën tjetër në këtë studio së bashku me juve, qofshin në mëshiren, qofshin në mbrojtjen dhe në begatitë Allahut te bareke ve teala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, Allahu shpërbleft. Shikues të dashur, dëgjues të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, këtu po i japim fund emisionit Drita e së vërtetës, duke i falenderuar gjithëve për pjesëmarrjen, qoftë me telefonata ose me pyetjet me shkrim që i dërguat. Ju mirpresim edhe në të dielën tjetër deri në takimin ton të radhës. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të Xhenetit. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu.